Studio jemi tani në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë në këtë moment, dhe gjithashtu mirëmëngjes edhe telefonata e parë për ditën e sotme e mërkurë 9 prill 2025. Mirë gazetar. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Edi Roma do të rri akoma në pushtet. Po. Vinë plerat e botës gjithë këtu pa kontrol, pa gjë. Spitalet strova nipin tim mërëm atje në spital, as ilaçe, as gjë dëshmiku, i bleva ilaçet vetë me lekë. Qa do të rri mo kë njerit? Për qa do të rri kë mo? Kë këtu po i blenë me ata patologistët që rrinë pa punë, marrin rogën, po i blenë votat. Kë ka halë do të kësej Amerikën i me. Vojtin Izraeli me, i po të bojë lubime. Që të bojë Trumpin për vetën, se nuk pëtë këtu i ka të marrë me i, po që të i pranoj Trumpi. Ja pranoj Trumpi. Unë i them poplit, mendimi im, se unë i njeriem, i them poplit votoni Sali Berishën, moruni dhe këto partit e vogla. Këto sheha si Artuni Komta i Velia ne, u toqja i na partia demokratike. O frikacak, kurse Sali Berisha nuk pët, në burg qej, ne a përplasin slët gjitha. Kanë vjetë këtu e janë këtu, nuk pët e o trimej, o malsorej. E ne i lutëm shumë ati qupit që ota i na i bekës, mos na gri kot me atë Salim ka vraktu, mos akuzoj njerëzit kot atë në fund vetë. Se Sali Berisha nuk o gjetë ma armë do të vrasë njeri. Pra naj popët i them një herë pensionistët, po të deshët jetojnë. Votoni Salin, na japi i qinë që të hamë bukëre. Votoni Kalamajt e të marrin a i lekë dhe në shkollë të s'kanë tanëre. Votoni Rinia, Spunsot punoj më marrin rrugët e botës. Qarë bojnë atje atare po punojnë bujësia shtetit. Marrin 5 lekë atje ju speqari botës. Votoni njerin e mirë, s'ka nevoj për lekaj. O pensionist mi dhëmë. Ti shta shoj kishe po vilet e botës gjitha. E ka pas në dorë të vise, po nuk vjes. Ne që 30 vjetë në hetim nuk i jetën i gjë. Pra naj poplit i them dhe herë, votoni Sali Berishës, o njeri për poplin. E qartë mirë zonjë, faleminderit për telefonatën. Gjithë mira dhe juve, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ju lutemi, qëndroni. Presim dikë tjetër, ka në linja me telefonatën. Janë disa telefonata që janë pritje, në fakt. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Je një djalë shumë i mirë dhe karizmatik dhe shumë i sinqert dhe lumë ti që i duron gjithë to. Faleminderit, jo është një gjë që unë e bëj me kënaqësi. Po. E bëm me kënaqësi, po kaq budallan populli Sali Berisha është kriminal, vrasës, transpari kombit e gjithë. Ç'është ky thirrje? Ç'është ky thirrje që bën to? Kaq të çmend janë, të smun janë to, kaq i ka ushqyer këto populli gabim. Gjithë që unë të një jetë lumë të këty, populli duhet menoj me kokë, me dorë në tokë për cilin do deputet që është. Mirë, faleminderit zotërit, përshëndesur gjithë mirat. Gjithkush ka opinionin e tij, qasjen e tij, mendimet janë relative, përjetimet jetësore periudhave ndryshme kanë qenë të ndryshme, kështu që përpasoj edhe dëshirat e njerëzve apo simpatit janë të ndryshme. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po zotëri. Mirë, faleminderit. Dëgjoj, unë ndjek me shumë kujdes televizorin tuaj, edhe që nga më simpatikët, sidomos këto të lajmeve edhe gazetat. Një po s'kuptoj do të Final Four, që të thotë. Final Four është sistemi që ka bërë Superliga prej 2 vitesh tashmë për finalja e 4. Nëse mund të... Jo, e di unë se qështë. Po që se thua finale 4? Po, ashtu i ka mbetur si term, tani termi është sistemi. Shiko, që se ka ca ignorant atje të federata, ti jep ti edukon neve, e Brezneri me ju Shqipe, folje Shqip, thuaj, finalja e 4, ose deri vëndi 4, ku di njemër. Se ata ju duket vetë ku që ti çfarë janë. Më fal për vërejtjen. Jo, ti ke shumë të drejtë, po. Është sistemi aty dhe emrat e sistemeve përgjithsisht nuk përkthehen, po ti ke shumë të drejtë. Domethënë jam dakord me ty. Ka shumë fjalë tash, ne kemi një farë arshimi, kemi një farë eksperiencë jetë, ka shumë fjalë që si kuptojmë dot në televizor.
E kuptova. Thojni më Shqipë, që shkjo e shkret, se duke sikur këta sa të rinj që janë, që dalin aty juve, jeni goxha me eksperiencë, ju nuk i përdorin këto, po ka shumë të rinj që i përdorin, edhe u duke sikur din anglisht, apo ku digjun dina ndë ju të uaja. E kuptova. Mirë zotëri, faleminderit për telefonatën. Ju faleminderit për kohën që më latë. Faleminderit gjithë mirat. Adio. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, zoti gazetar. Përshëndetje zotëri. Ju flas nga Mallakastra. Përshëndetje Mallakastra. Urime për emisionin tuaj, keni një emision shumë të mirë. Faleminderit zotëri. Tani unë do të shtoja një diçka që ta dëgjoj gjithë ata që na dëgjojnë. Kemi 35 vjet që po na mashtrojnë, neve pensionistave me 150 lekë të vjetra, a mund të jetojmë? Ilaçet i marrëm, e leka. Për të ngënë për të pirë ato nuk dalen, nuk e di, na premtojnë, thonë, kur vjen koha që ata u duhet vota, do t'i ngrem pensionet, thotë. Po psere, t'i kështë ngritu pensionet. Pasaj 35 vjet, qarë kam bërë këta, të dy nuk e sem njëre po tjetëri, të dy këta nuk kam bërë gjë, vetëm u shkatrime. Ato që ndërtua me parat e popull shqiptar, këta i prishën. Natën e morë 2-3. Vetëm kam bërë në diçkat, këshën për do centrale, do kështë e mirë, se do minim qërin të shikonim njëri tjetërin. Andaj, në përmjet emisionin të i besire e popull shqiptar, të i verë gjithë si kokus, sepse këta nuk janë më nërë. Nuk janë, jo. Atëren, këta duhet përgjigju të ligji, po ligjin këta nuk e zbatojnë. E zbatojnë për ata që kanë merë 100 gram tokë, e fusën 10 vjetë brenda. Nësa këta që marë miliona, këta nuk e zbatojnë ligji. Pra ndaj, këta duhet t'ikin njëre për gjithmonë, e të marë preziri, se ndryshe nuk ka përparësi. Faleminderit për kohën që më dhe. Faleminderit juve zotëri për telefonatën, që ndave opinionin tënd me ne, sugjerimet e tua me ne. Ne presim dikë tjetër në studio tani, kujtojmë që në pjesën e 3 do të flasim pikërisht për pensionet me zotin Ramadan Kondi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Me këtë pashaportë, po që du pashaportët në du pensionet? Që duhem me pashaportët? 150.000 lekë pensionet, në i këmit gjithë që du pashaportët, kush në lënë për t'i ignorov? Ata po në marrë me zërë për të punuat e kalemajt. Mirë, dhe pasaportët mos e merit mirë që, në? Që do në ikë ma diku, do me ikë hybër në avionit të ikër, për biletës, ka që gjithë, që du pashaportët, në du në pensionet, në du në të vinë shmi të posojnë tu. Të kuptoj. Du në t'i ki të hajtë dutat për këto, që t'i ke dirama me kompani. Se në vjerë, që du pashaportët, në pashaportët a kemi. Pa prioritet për ju është pensioni. Shqipëria të vinë 3 të stutë punohet, habet vene punet, të vinë pensionet. Të kuptoj. Mirë zotëri, faleminderit që ndave opinionin tënd me ne. Përshëndes, ne do të presim, kemi dikë tjetër studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë, faleminderit zotëri. Du të flasme të sigurime shoqërore. Po të sigurime shoqërore është në pjesën e 3. Qa pyetje keni ju? Po një pyetje për saj përket pensionet. Po, qa pyetje keni? Si pas me e, Po? nuk janë njohë 10 vjetë punë. Nuk t'janë njohër 10 vjetë punë? Po. Po i kenë librez? I kom librez, i kom të gjitha. I kom shkru sigurime shoqërore të shtëpis, nuk më ka këti përgjigje. Nuk më patë njohë 2 vite shkollës partis, dhe më thete përgjigje duhet jesh me shputje si të njëtët vjetërësi e shkollës partis. Kur i shruj për streti se unë kom marrë 7.000 lekë pension rrogë gjatë 2 vite e shkollës partis, atëra më ka njohë 2 vitet. Edhe nuk më këthyn përgjigje vetëm i fotën në dokumenta. E dyta, kom 6 vite e 9 muj që agrikonstruksion me librez, dhe tash me vetë tim nga presidenti i firmës, i kom dërzohë dhe nuk mi ka njohë. Po me qëfar arsye t'i njojnë? Nuk e di, nuk më japin asnjë lloj përgjigje. Për te i kom shru si në shoqërore të Tiranës, se sola do që në Tiranë,
Edhe i kom shkru nuk mora si lloj përgjigje. I kom shkru portalit bashkëqeverisje, si i thosha nga 20 vite punë, një vetëm 37 vite 8 muaj. Edhe po të njëjtën përgjigje më thotë, nga 20 vite zotëri që një 37 vite 8 muaj. Ato e di shavet se të njëjtën përgjigje. I shërita nuk janë kontributet. Në i ko, si kontributet janë dhe kom shohë, nuk ko def dhe shumë më madhe. 1.700 lekë për çdo muaj dhe. Nuk ko përgjithësimja. Në qëfë se është evizion fiskal, a një diçka nuk ko Tani ty të njojnë 37 vite pune? 37 vite 8 muaj. Ti njojnë? Po ato një njofin. Po tani, tek puna që kishe punuar 6 vite e 9 muaj, të njihet një pjesë si është kjo punë? Tek puna që kishe punuar tek kompania ndërtimit, që kishe punuar 6 vite e 9 muaj, të njihen vetëm 3 vjetë si ta njojnë atë pjesë? Asë një ditë nuk ma njofin ato. Po atëre ti i bjetë kesh 23 vjetë pune? Jo, unë duhet kem 2 ditë se të tjera të kooperativë bujqësore dhe 6 vite në kom ka rekonstruksit. Po bra, dhe këto të kësaj kompanie nuk të njihen fare? Absolutisht asin. Mirë, zotëri, llogarit dalin ndryshe, por gjithsesi do të pyes ekspertin, më ndiq pas pak pjesën e tretë? Dakor, do ta pyes unë. Dhe së dyti. Tani s'kemi më kohë. Faleminderit për telefonatën, besoj e zauruan pyetjet që kishe, edhe do e pyes unë zotërin. Presim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Shëndetje. Po mi më shto t'i gazetar. Sa do shkojnë të të në novelat më burë dhe jo. Të gjitha televizionet, nuk kam paj televizion që të zgjidhi një halë gjithë. Ure një. Një të televizionet, po dhe nga për një sitë më vla, nuk zgjidh, nuk vejme tje nuk dim jo. Vejme tje në gjarë në përzyre këta më vla. Për që e marrin të rrugë. Tani, zotëri, televizionet nuk kanë zgjidhur hallin tënd po, dhe për këtë jam dakord, po hallet tjera ka plot që janë zgjidhur. Po jam dakord, po që se këta nuk zgjidh, ma mi letimi letërim pa tamam se i qobani pa dele. A se i qobani që, a i se i ato dele që s'kam qoban. Shu i bje. O nuk po e kuptoj që bëhet më vë, vejme të zdim jo, po që bëhet më vë. Por e të ndahat një diqka, vë, nësë përshojmë që ta kam e në nga zjedhe, do fitoj ti, do fitoj unë, do fitoj ti. Zjedh hallin e popullit një, pasaj kërko, se po s'dhe nuk merë. Po nuk dhe nuk merë. Kush do i qofë? Edhe kështu nuk bëhet më vë. Po 5 vite më zotëri, qëfar bëhet? Qëfar do bëjmë? Kur neve, jo është një problem, ne problem edhe rrugë të një. Tani ju kanë dhënë një përgjigje së fundmi? Asi sen mërë, asi jo mërë bu. Ku të vesh, ku të drejtohesh? Unë më mi për drejtohem, të sa tëre. Më thuaj mundi, ku të drejtohem? Jo, ti më mirë drejtoju atyre, në fakt, se sa mua. Pa ma shtë i shemë më dhashe, për të kam respekt e djali mirë, e djali tamam i siker. Faleminderit shumë, po. Ku të drejtohesh? Më thuaj. Veta tje thot nuk digja, po për qarri të ti më zëtri, ose zoj qëfar je? E dje i madhe, thot. Po e madhe, nuk tje burë në të? Ne nuk bëjmë atë të një vlaj, nuk dim, ne jemi kështu ne jemi në aerë, nuk e dim se çfarë do të bëhet në ne më vlaj. As mish, as pesh. Edhe 200 familje, po tjerët, për i sara burgë, për le tjerët, po në krimin e me te. Po pa ti vjallë të rretje, po sa të vjallë në shoje. Dim vjallë si që bëhet në përzyrë dhe. Ne me popullë, vla. Bëhe, vla, një gjithë mirë. Të dim dhe njërë që është këmë bërë një ndërë, një të mirë, të dim dhe ne. Për jo kështu, prit sot nesër. Shtator, 10 për vitëri, janar, shkurt, po që bëhet më vla. Zotëri, erdi këtu, zbërja se që dole në dy lafe njoni, lafe tjeti, nuk im letë gjithë grupë. Sa janë 2 ushin, kaj, sa janë 1 ushin, kaj, sa shpëndaj, edhe më rejtë puna. Kuptovë, zotëri, fakt, duhet dhe prori bëjmë thirrje institucioneve që... Po të flasë më zotëri, se kam pjesën tina, nuk e kam marrë kujtë. Të jap një zgjidhje për banorët e kombinatit, një pjesë e tyre nuk kanë marrë fare. Kalosh mirë valla. Faleminderit, nuk kanë marrë shtëpi të reja, jo, por dhe banesat e tyre nuk janë shëmur për të ndërtuar objekte të reja. Domethënë është një situatë ngërçe, një situatë bllokimi për këta banorë, cilët kërkojnë zgjidhje prej 5 vitesh e më shumë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri.
Është Erion Velia, marrë. Erion Velia. Po. Futi më në burg, ma, t'izolohet atje. Po në burg është zotëria. Sot legjislat apelit, më që është marrë ashtu? Aja është kriminal, mërë. Bandit. Përse rri bashkia ata kryetarë? Është kryetari në fakt, së mos kryetari që... Kryetari në zgjith populli. Mirë, në kushtet tilla. Pra ju doni që të zgjidhet një kryetar i ri, të ketë zgjedhje, të ketë zgjedhje. Prezimi Hajdut atje, burg. Që ka dhënë me qendra e me nera shtëpia, tërmetit, që i ka marrë me nërë, abuzive. Me qendra, e me mera punojë që i majnë robë nuk shkanon si ditën punë. Po shtësia më e madhe që i bëhet këtij vendi. Turp. A mush bashkia me spiona, me servila, me seksera, me persituta. Turp. Të kuptova. Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën, që ndave opinionin tënd me ne. Ne kemi dikë tjetër tani në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Doja të flisja një qikë për atë vizitën që bëri kryeministri jonë në Izrael. Po. Edhe që tha që kështu ata i kemi mbajtur, është e vërtet që janë mbajtur këta izraelitët nga populli shqiptar, por edhe në atë kohë, në kohën tonë, se unë jam i takojnë brezit të vjetër, në atë kohë, këta hebrejnë që ishin, se hebrejnë që hëshin atëre, kanë marrë të drejta sudimje, janë trajtuar me shtëpia, janë trajtuar për mjeke, për dentista, për farmacista, inxhinjere, ekonomist, do me thënë kishe një kujdes të jashtëzakonshme. Prandaj neve kemi pasur edhe në sistemin e kaluar një kujdes të jashtëzakonshëm për hebrejnë. U kemi dhënë dashuri, u kemi dhënë arsim, u kemi dhënë në shtëpi të gjitha. Nuk është se janë këta që kanë bërë më shumë se sa ka bërë brezi ynë dhe shteti jonë i asaj kohe. E kuptova. Faleminderit shumë. Faleminderit ju, zonjë, për telefonatën, që ndave këtë qasja të ndën me ne. Ne kemi edhe një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Shënë e folë për ne pensionistët dhe më... Po. Ta si shumë pensionistët nuk vi pa folë do të për atë parë që foli, që sa dhe bëtë thire për të pëzdu për Sali Berishën, për ajo do të shumë vizitohet këtë psikiatria, se ajo nuk do të jetë regu nga sistemi mendor. Unë dhe shëtë bënej dy probleme. Po? Ne moshës 8, kur e ka ngajt edhe disa herë tjera këtë problem. Kur morën mosha 70 vjeç, ne na heqin drejtë në analizave. Ku ka bova kjo në botë që më përdo? Mosha 70 vjeç... Për check-upin që kanë këta, kontrolin e përgjithshëm. Po, gjithë bota, pensionistëve i bëjnë 2 herë në vit analizat pa lek. Ilaçet i kanë pa lek. Ne s'kemi me të zëndë mosha 70 vjeç e thot hiqit e dore pensionistëve. Po si se ne asë një asi politikan, asë ju media. Kjo është një liqë kriminal për ne pensionistët në bërë. Unë të shqipë të shkëjë për unë jam njësë ne pensionistët mosë 70 vjeç, ne në manë një lachët, vizitët, se mosha për të vetën, këpëtone? A i të heqë, po kjo është kriminal në bërë, si nuk e ne asë pensionist, asë politikan, e në gjohë e ti dhe Salion, gjithë të zaprim që kapit, dhe bëjmë të jenë japun, Salion se besoj, Salion ka mashtru gjithë jetë. Po këto që jenë që i bërë, ose ato që do vinë, si ka mundësi ne pensionistët, dhe të qata i 100.000 lek dhe 150.000 lek. Unë kam probleme shëndetësore, dhe shkëjtë për analizën i bërë 70.000 lek, i lasët bërë 100.000 lek, që më hymë punë ma i 100.000 lek, që 150.000 lek, që më njëpë një herë vitë këj gjatë. Probleme shëndetësore për ne pensionistët është shumë problematik, kjo që nga kanë tek analizat. Si nuk e hyrë dhe televizorët, ju në mediat, për shtetikatë, nuk e keni këtë problem që ne në ardenë shumë, po shumë, se ka të bërë me jetën, me shnetin.
Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën që ngritë këtë shqetësim në kohë për të zgjuar. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, pas pak jemi me zotin Ramadan Kondi për pensionet. Kthehemi pas pak.